ishim në këtë fazë. Duhet të kishim marrë parasysh që edhe si pasojë e ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me shtetet caktuara, duhet që aspekti kibernetik të ishte i sigurt, sepse në fakt sulmi kibernetik është një nga sulmet që kryhet e para, pra është fronti i parë i në thonjza luftës. Dhe jo domosdoshmërisht lufte tradicionale, por edhe ndikimi geopolitik në aspektin kibernetik. Dhe sa serioze mund të konsiderohet ky incident pas atij të 2022-shit? Atëherë, deri më tani, po themi çfarë ka dalë nga gjithmonë nga ato që janë publikuar të paktën nga grupi. Nga grupin Telegram Homeland Justice, që supozohet që është një grup me background iranian, po asgjë nuk dihet në mënyrë të sigurt, sepse do duhet jenë institucionet ato që në fakt dalin me një deklaratë dhe thonë që grupi në fjalë përbëhet nga këto autori konkret i sulmit kibernetik ishte X person e tjera me radhë. Pra duhet shkohet deri në fund të hetimit dhe të arrihet tek një autor. Pa u arritur tek autori. Ne pse nuk e bëjmë këtë, Nadia? Atëherë duhet ta bëjnë ato institucione që unë përmenda pak më parë. Pse nuk e bëjmë? Pra çfarë po fshehim ne që nuk e bëjmë, nuk reagojmë dhe nuk tregojmë ashtu si realisht ka ndodhur ose mund të ketë ndodhur, po jemi gjithmonë në Unë besoj që kemi të bëjmë me aftësi më shumë se sa me fshehje.